Korisha tani plot 27 vite radhazi në çdo 13 maj e mbulon pikëllimi i madh. Ky pikëllim në fshatin Korish me këtë datë porumbullakson dhimbjen dhe përkujton burrinë e kësaj treve në përdegata shekuj. Kjo trev ka pasur burra që për çështjen e dheut këndon shumë e jo pak syresh janë fliuar. Po këtë ditë bashkarisht me të rënët e fundit të 13 majit të vitit 1999 përkujtohen edhe burrat e Kabashit e Korishës. Në këtë datë përkujtimore përkujtohen burrat si Sali Kabashi e të tjerë. Mirë po kulmi i dhimbjes së muajit maj vazhdon të përkujtohet pikërisht 13 maj vitit 99 i rënies së 77 martirëve, derisa forcat militare dhe paramilitare serbe ishin vendosur me arsenal të madh armatimi në një cep të magjistrales në afërsi të fshatit Korish. Ato forca ishin fokusuar nga NATO. Mirë po drejtoria serbe ishte aq e egër dhe barbare dhe këto forca i largon e në vend të tyre i vendos trupat e pafajshëm, të cilëve nga 2 vjeç deri në 70 vjeç, që ti përdor si trupa të gjallë për bombardimet e pritura. Atë natë dhimbshme mbi ato trupa fëmijësh edhe pleqësh bien bomba edhe këtu gjen vdekjen 77 martir të pafajshëm. Në emër të këshillit organizativ në fshatin Korish foli kryetari i fshatit Ylber Kabashi. Ai tha se më 13 maj të vitit 1999, ku humbën jetën 77 martir, në mesin e tyre kishte fëmijë, gra e pleq. Sot përkujtojmë në dhimbje dhe krenari 77 martirët, të cilët u përdorën si mbrojtje e gjallë nga forcat ushtarake dhe paramilitare serbe, nëpërmjet inskenimit të caqeve të rreme gjatë bombardimeve të NATO-s, pëcuan civil të pafajshëm nga Korisha, Budakova, Blaca, Reshtoni, Mushtishti e Grejkoci. Pas këtij krimi, regjimi shovinist serb përdori propagandën për ta paraqitur këtë masakër si përgjegjësi të Aleancës Veri-Atlantike, por e vërteta nuk mund të tjetërsohet. Viktimat e Korishës dhe të gjithë Kosovës janë dëshmi e qartë e politikës gjenocidale dhe e përpjekjeve për spastrim etnik ndaj popullit shqiptar në Kosovë. Prandaj, sot më shumë se kur, kemi obligim moral dhe kombëtar të mos e lejojmë barazimin e xhelatit me viktimën. Duhet ta mbrojmë të vërtetën e luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe të kundërshtojmë çdo përpjekje për mbulosjen e saj nga kushdo qoftë. Kurse evokime për këtë datë përkujtoi edhe komandanti i batalionit të Kabashit, Lulzim Kabashi, i cili tha se drejtoria serbe i mashtroi këta për një kalim të sigurt dhe ngritën këtë tradhti për t'i vrarë gjithë këta martirë. Këtë mërkur të kopshme të vitit të 13 majit 1999, popullata civile e parmatosur u nis për Shqipëri përmes Lëvizjes. U ndal nga forcat kriminale serbe, u rrethua, u detyrua të mbyllet në një hapësirë të ngushtë këtu pranë, dhe me një skenar ugërzi u fut në kurth edhe forca ajrore e NATO-s, duke kryer një nga masakrat më të mëshme të luftës fundit, së bashku me ushtrinë serbe dhe bashkëpunëtorët e saj. 13 maj, si një nga ngjarjet më të dhimbshme nga lufta jone fundit shqiptare, po vazhdon të na mbajë të vetëdijshëm se liria sotshme është rezultati i një sakrifice të madhe. Po vazhdon të na kujtojë se armiku ynë shokullor në çdo rast që i jepet mundësia do të veprojë njëjtë. Për këtë shkak, ne të gjithë kemi obligim moral, njerëzor dhe patriotik që të mos harrojmë këto krime dhe të përgatisim të rinjtë tonë se një skenar i tillë çdo herë mund të përsëritet. Mbamendja jonë kolektive duhet kultivohet vazhdimisht. Nuk duhet dhe nuk guxojmë për asnjë çast të harrojmë, të falim apo të relativizojmë krimet e ndyta serbe ndaj nesh. Gjithmonë dhe çdo herë, serbët janë armiqtë tonë dhe politika dhe ndër atyre është dukja e popullit tonë, trashëgimisë tonë, historisë tonë. Prandaj më shumë se çdo herë, UÇK-ja është pika referuese e ngritjes së vetëdijes dhe vlerës tonë kombëtare. Çdo fymje ndaj vlerave të luftës është goditje drejt për drejt e lirisë tonë. Nën kryetari i komunës së Prizrenit Kujtim Gashi, me këtë rast në emër të tij dhe kryetarit Shaqir Tota, i ka përcjellur edhe dhimbjen dhe krenarinë që ka Korisha. Sot kujtojmë padyshim me dhimbje dhe respekt veçantë 13 majin e vitit 1999, ditën e masakrës të Korishës, një nga tragjeditë më të rënda të luftës Kosovë. Në atë kohë të errët, civilët shqiptar të Korishës dhe fshatrave përreth u gjendën mes dhunës, frikës dhe luftës. Sipas shumë dëshmive dhe raportimeve, forcat serbe kishin grumbulluar civilët dhe i përdorin si mbrojtje njerëzore pranë objektivave ushtarake, duke i vënë ata në rrezik të drejtë për drejtë gjatë sulmeve ajrore të NATO-s Kosovë.
Pas tragjedisë u bën përpjekje jashtëzakonshme që përgjegjësia të manipulohej dhe e vërteta të mbullohej, ndërsa viktimat ishin të vetmit të pafajshëm që mbetën si dëshmi më e rëndë e krimit dhe çnjerëzimit të asaj kohe. Por Korisha dhe Kabashi nuk u përkulën kurrë. Trimat dhe burrat e kësaj jone ndër dekada e shekuj kanë qenë vazhdimisht cak i sulmeve, ndjekjeve dhe torturave nga okupatorët, sepse gjithmonë janë vënë në mbrojtjen e tokave stërgjyshore, të nderit dhe të identitetit kombëtar, deri te ushtria çlirimtare e Kosovës. Historia e këtij vendi është histori e qëndrese, sakrifice dhe krenarie. Në çdo kohë të vështirë, bijtë e Korishës dhe Kabashit kanë ditur të qëndrojnë të pathyeshëm përballë padrejtësive. Këtë përvjetor të radhës e ka përshëndetur edhe Isa Berisha, kryetari i OVL-s së Deka në Prizren, i cili tha se ju duhet të ndjeni krenar dhe për faktin se Serbia as nuk po kërkon falje, e kjo na detyron që kur këta martir të mos harrohen. Kështu që kjo masakër nuk ndodhi e rëndësishme, si thash, duke ditur që ne si veteran të ushtrisë dhe ushtarët të ushtrisë të Kosovës u betuam që çdo punë toke do ta mbrojmë dhe do ta mbrojmë dhe do ta sjellim gjurim. Të nderuar ju familjarë të viktimave, duhet të jeni krenar, e di që është një dhimbje e madhe kur vjen të data, mirë po dhimbja dhe krenaria janë bashkë dhe ne gjithmonë do të përkujtojmë gjithë ata të cilët janë në këto betejë të rëndësishme dhe gjithë ata të cilët u masakruan në këtë masakër të paparë. Lavdi gjithë të rëndëve, lavdi gjithë dëshmorëve. Në emër të familjeve të martirëve, sot ka folur Hasan Ahmetaj, i cili tha se në natën e 13 majit të vitit 1999 gjatë bombardimeve të NATO-s kundër forcave serbe që po kryenin krime anë mban Kosovës, ndodhi njëra ndër tragjeditë më të rënda të luftës. Sot ne përulemi me respekt para sakrificës së dëshmorëve dhe martirëve. Kujtojmë dhimbjen e familjeve që humbën më të dashurit e tyre. Kujtojmë lotët e nënave, dhimbjen e fëmijëve dhe plagët që ende jetojnë në shpirtin tonë. Por sot nuk jemi mbledhur vetëm për të qartë të kaluarën. Jemi mbledhur për të mos harruar, për të dëshmuar të vërtetën, për të nderuar ata që ranë për liri dhe dinitet njerëzor. Lavdia e dëshmorëve dhe martirëve tanë do të jetojë për herë në kujtesën e Korishës, në historinë e Kosovës dhe në zemrat e brezave që do të vinë pas. Në emër të familjeve të dëshmorëve të martirëve, ju falenderoj të gjithëve për praninë tuaj dhe për respektin që tregoni çdo vit ndaj kujtimit të tyre. Kurse plaka Raza Dakaj evokoi momente nga kjo tragjedi që ishte aty kur trupat e fëmijëve digjeshin të gjallë. Dalë për Shqipni, në mshelën këto trak, në gjuti natën, këtu ju më konë, 77 vetë jenë lypë që të. Tjetë djallin e ku pas që ta plagosën 3 muaj ka në spital, se kum ditën që po pështën. Njonën e ku pas ushtar, e që e gjallë se gjallë. E këtu kusht ka me? Ta qikë dëvlavët e kum pas. Qikë dëvlavët e kum pas. E që tu i këna hjek, vëlla. Nëse ne ku ju qumë, e kujtohet, ku këndër. Qështë së më kuptohet, Kërishi ka hjek shumë. Edhe dajmë hjek ka bashi, edhe kur së nëllët hjeka. Pastaj nxënës të Korishës recituan vargje kushtuar bashkë moshatarëve të tyre dhe në këtë tragjedi të kurdisur nga Serbia, kurse këngëtari Xhafer Ahmetaj këndoi këngën për martirët dhe për heroin Salih Shabani. Në këtë përvjetor morën pjesë deputet të parlamentit, nënkryetari i komunës së Prizrenit Kujtim Gashi, përfaqësues të ekzekutivit në Prizren, përfaqësuesit e shoqatave të dalën nga lufta, familjarë të martirëve si dhe shumë qytetarë. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25